Përshëndetje dhe mirë se vini studiues të filozofisë fetare në këtë analizë shpjeguese. Sot po përgatitemi për një udhëtim vërtet magjepsës dhe krejtësisht kronologjik brenda një prej kornizave mistike më të thella të krijimit dhe vetë thelbit të hyjnores. Është një perspektivë që, me shumë mundësi, do të sfidoj plotësisht çdo mënyrë tradicionale se si e keni perceptuar deri tani realitetin dhe origjinën e gjithësisë. Në rregull, le të zhytemi drejt në temë dhe t'i hedhim një sy planit ton. Fillojmë me misterin e pafundëm hyjnor, më pas kalojmë te tukurja e madhe mistike, zbresim te nivelet e vedijes hyjnore, zbulojmë origjinën e kaosit dhe e mbyllim me rikthimin e harmonisë universale. Ndarja e kësaj terminologjie disi të rëndë dhe abstrakte në këto hapa konkret do ta bëjë këtë udhtim mendor shumë më të lehtë për t'u asimiluar. Hapi i parë, seksioni numër 1. Misteri i pafundëm hyjnor. Fillesa absolute e realitetit. Tani, për ta kuptuar vërtet këtë, duhet fillimisht të lëmë njëan atë qasjen tipike të drejtë për drejtë që kemi për hyjnoren. Këto nuk po flasim për një qenie me formë apo një zot me atribute njerëzore të përcaktuara. Jo, këtu jemi përballë konceptit Ein Sof, që fjalë për fjalë përkthehet pafund. Imagjinojeni si një thelb të pastër, një pafundësi absolute dhe dritë të pakufizuar që qëndron tërësisht dhe e theksoi tërësisht jashtë koncepteve tona të kohës dhe hapësirës. Është vetë burimi i gjithçkaje që është dhe gjithçkaje që mund të jetë ndonjëherë. Por e gjithë kjo ngre menjëherë një pyetje thelbësore. Në fakt është ndoshta problemi më i madh filozofik i ekzistencës. Si mund të lindi një univers i kufizuar, fizik dhe me forma të matshme nga diçka që është pafundësi absolute? Mendojeni pak, nëse kjo dritë e pafundme zot tashmë çdo hapësirë të mundshme dhe nuk lë as 1 milimetër bosh, si u bë i mundur krijimi ynë? Gjë që na sjell në mënyrë të natyrshme te seksioni i dytë, tkurrja e madhe mistike, ose paradoksi i krijimit. Zgjidhja e asaj pyetjes së madhe manifestohet përmes një procesi tejer gjenial që njihet si cimcum. Që pafundësia t'i lër vend të fundmes, ky burim absolut u desh të bënte një lloj të kurrjeje. Imagjinojeni sikur hyjnoria mban frymën, duke tërhequr mbrapsht një pjesë të dritës së saj për të krijuar një zbrazëti, një hapësirë boshe, dhe është pikërisht brenda kësaj zbrazëtie thelbësore ku fillon të marrë formë i gjithë universi ynë i dallueshëm. Dhe kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer faktin që ky koncept është tërësisht metaforik. Pra, nuk po flasim absolutisht për një tëkurrje hapësinore apo një fenomen fizik fjalë për fjalë, sikur dikush po zvoglon vëllimin e diçkaje. Është një metaforë filozofike briljante për të na treguar se pa këtë akt vetkufizimi hyjnor, format dhe kufit që ne njohim nuk do të kishin asnjë shans të ekzistonin. Pa këtë tërheqje, çdo gjë thjesht do të përthehej sërish nga drita e pastër. Seksioni i tretë, nivelet e vetbijes hyjnore. Rrjedha strukturore e krijimit. Tani që hapësira boshe është krijuar, ajo fillon të mbushet, por jo një mënyrë kaotike. Mbushet gradualisht përmes atyre që quhen emanacione hyjnore, të cilat formojnë ato që njihet si Sephiroth ose pema e jetës. Shikoni pak këto elemente: urtësia, kuptimi, dashuria, forca, bukuria, mbretëria. Dua të theksoj fuqishëm një gjë këtu, dhe ky është një gabim që bëhet shpesh. Këtu nuk janë absolutisht lokacione fizike në univers, nuk mund të udhëtosh drejt tyre. Ato janë shprehje unike energjetike, janë nivele të vetdijes hyjnore përmes të cilave realiteti merr jetë. Dhe rruga nga ajo dritë e pafundme deri te ky realiteti ynë i ngurtë ishte një zbritje shumë graduale. Imagjinojeni si një ujvar me 4 nivele kryesore. Fillon me acilut, emanacionin, ku drita është kaq e pastër sa nuk ka ende asnjë ndarje. Më pas zbret te beria, ku fillojnë të skicohen strukturat e para shpirtërore, pastaj në jetësira, ku shfaqen format e para emocionale dhe engjëjt. Dhe përfundimisht zbret te asia, bota e veprimit, bota materiale ku ne po jetojmë pikërisht në këtë moment. Kjo logjik zbritëse e krijimit zbulon thelbin e asaj që e quajmë vizioni panenteist. Që do të thotë, Zoti nuk ulet diku larg në një karrige dhe shikon universin nga jashtë. Absolutisht jo. Çdo gjethe, çdo person, çdo objekt fizik rrotullnesh ka një shkëndi hyjnore brenda vetes. Praktikisht, e gjitha materialet fizike që ne mund ta prekim me dorë shihet thjesht si dritë shpirtërore e kondensuar, si dritë e ngrirë. Seksioni i 4, origjina e kaosit. Prezantimi i kufizimit dhe thyerjes.
E po, me që gjithçka që ka dritë e pastër, atëherë nga dreqin erdhi e keqja, nga erdhi kaosi. Tani, ajo që është vërtet interesante këtu është se si kjo filozofi thyen çdo lloj tabuje krahasuar me pikpamje tradicionale. Zakonisht ne dëgjojmë që e keqja u krijua qëllimisht si një provë sfiduese ose si ndëshkim, apo jo. Por sipas konceptit të njohur si Sheverat Hakelim, nuk bëhet fjalë për diçka tillë. Gjithçka filloi nga një mbingarkesë sistematike. Praktikisht, enët shpirtërore që mbanin atë dritën fillestare ishin shumë të dobta dhe thjesht u thyen, u shkatruan nga fuqia e saj energjie. Ishte një kolaps strukturor. Kjo thyerje katastrofike la pasoja të jashtëzakonshme. Ajo e kthyu atë realitetin e përsosur në fragmente të panumërta, duke shpërndar shkëndijat e dritës kudo, të ngujuara brenda materjes. Kështu arrin ta shpjegoj kjo filozofi arsyen pse bota jonë sot duket kaq e mbushur me kaos, me prishje. Dhe pse ne ndjejmë shpesh atë ndarjen e thellë ekzistenciale mes realitetin ton fizik dhe atij hynor. Jemi të rrethuar nga pjesa të një pafundësie të thyer. Seksioni i 5 dhe i fundit për sot. Rikthimi i harmonisë universale, roli i aktiv i njerëzimit në krijim. Pasi mësojmë rreth thyerjes masive, mund të duket pak dëshpëruese. Por prisni pak, sepse këtu kalojmë te pjesa me të vërtet fuqizuese. Këtu prezantohet termi jashtëzakonisht i bukur tikkun olam, që përkthehet fjalë për fjalë si riparimi i botës. Pra, thelbi është që ne nuk jemi ca qenie pasive që thjesht të rimë shikojmë mbetjet e një kozmosi të thyer. Absolutisht jo. Sipas kësaj qasje ne jemi bashkëpunëtor aktiv. Veprimet tona, sado të vogla, kanë aftësinë mahnitse të rikthejnë gradualisht ato shkëndije drite aty ku e kishin vendin, duke riparuar realisht strukturën e universit. Pra, thelbi i vërtet i gjithë kësaj shkolle mendimi, nëse mund ta përmbledhim, është thënia që po shohim. Universi ynë nuk është thjesht një grumbull gurësh fizik, rregullash mekanike dhe boshllëku. Është një proces i gjallë, pulsues, vazhdimisht në veprim, që akoma mban brenda vetes pulsin e Ensofit të asaj pafundësisë hynore. Çdo gjë që bëjmë dhe përjetojmë është pjesë e këtij procesi të pandërprer komunikimi dhe evoluimi energjik. Gjë që na çon natyrshëm në këtë mendim përfundimtar, të cilin duhet ju lës si detyrë për ta reflektuar. Nëse roli ynë suprem si njerëz është të riparojmë me të vërtet këtë kozmos të thyer, cilat janë pikërisht ato veprime të përditshme që e lartësojnë vetdijen tonë. Si mund ta gjejmë dhe rikthejmë ato unitet të fshehur përmes mënyrës se si sillemi çdo ditë me njëri tjetrin dhe me botën? Është një pyetje vërtet e jashtëzakonshme që tregon se një filozofi e lashtë e krijuar rreth dritës pafundësisht kozmike, në fund kthehet pikërisht te veprimet tona të vogla të së përditshmes. Mbetshi mirë dhe faleminderit që ndoqët këtë analizë.